Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 17 dhjetor të 2025. Duket se kemi një ditë ndryshe nga ditët e tjera, ku kemi një kënd mjaft të rëndësishëm dhe ky kënd duhet të bëjmë kujdes sepse na jep mundësinë që neve të jemi të vëmendshëm në atë që duam të arrijmë. Pikërisht data 17 dhjetor, ku kemi diellin nga shqiptari që formon një katërkëndësh me Saturnin në Peshk. Të kuptoni, kur them 3 këndësh, 6 këndësh, është mirë, nuk ka problem sepse zgjidhin problemet dhe tek harta që keni parë tek televizioni që unë shpjegoj. Por për këtë kënd që bën, 4 këndësh, është vështirë sepse na dikton që neve do të jemi kujdesshëm në shumë drejtime. Ajo çka ka të bëjnë në lidhje me realitetin dhe gënjeshtrën, në shumë të raste ato që duam me kollaj ose na pëlqen ajo e bukura, ajo është gënjeshtër, kurse realiteti e thjeshta është shumë e mirë dhe kuptojmë mbi jetën. Duket se një kënd mjaft i rrept dhe shpesh mund të na bëj pensimist, më tepër se realist. Duhet jeni në plan të parë në vit të durimit dhe disiplina. Këtu do thotë ndikimi kryesisht të që ndikohen shumë në lidhje me këto gjëra është virgjëresha shqiptari Peshqit me ditëlindjet e diçitet ose ata që kanë ascendente në këto planete në ndikimin më të madh. Prandaj data 17 kërkohet vëmendje, kërkohet kohë në atë që neve duam të arrijmë. Prandaj dhe u them që duhet të bëni kujdes në këtë drejtim. Dhe megjithse ka një kuptim kjo në lidhje me çështjet që neve gradualisht ose gjithmonë themi që duhet pasur vëmendje, kujdesi në këto gjëra, sepse mundësitë janë, por neve sa kemi të gatshëm të përgjigjemi kërkesave. Por gjithsesi, kjo është periudha, është momenti për gjërat që do të bëjmë. Nëse nuk nxitohemi, atëherë nuk ndodh asgjë. Fillojmë me ndikimet dhe favorizimet, por para se të fillojmë me parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë nuk rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkim të detajuar, kemi pikërisht këtë butonin këtu, e shikoni, astrologu.al, e klikoni dhe duke bler paketën tuaj dhe numrin për kadrës të blerjes, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që jemi drejt për së drejtë me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati pastaj çdo të mërkurë kur jemi live me juve dhe dërgoni mesazhin, merrni drejt për së drejtë përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që do të thotë shenja e Dashit. Për sa përket juve shenjës së Dashit, duket se ndikimet që kanë të bëjnë ose koha që lindin disa dëshira, disa çështje, disa çështje pune, do thosha unë, është një mundësi për juve shenjës së Dashit sepse keni të bëni me anën e financave, por mos u nxitoni në blerje, se ka diçka që këtu mund të mos jetë ajo që prisni juve dhe këtu është prishet pak disa ekuilibra dhe ndryshe e keni pritur, ndryshe ju vijnë gjërat, por gjithsesi unë do thosha që sa më të kujdesshëm t'jeni, aq më mirë është për juve në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe virgjëresht duket në para. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, duket se Demi këtë periudhë e ka në favor, jo disfavor, edhe pse duket se gjërat janë në udhkryq, sepse presin disa gjëra, por nuk po dalin aty ku duhet, por unë them që me qenë se i keni të gjitha mundësitë për t'i arritur qëllimit tuaj dhe gjërat i keni në dorë juve, dhe kjo do të thotë që vërtet ndryshimet dhe vendimet që mund të merrni janë mjaft pozitive dhe është koha e duhur për të marrë vendimin e duhur në çështjet shpirtërore. Në lidhje me dashurinë, duket se me Dem të 10 diçit të parë dhe me ujor të 10 diçit të dytë ka diçka shumë pozitive për juve dhe një surprizë që mund ndodhi mbasdite. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët të duket se tani e tutje, kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë dhe mjaft solide në anën e karrierës, në lidhje me çështjet që ndikojnë ose diktojnë anën tuaj, është një mundësi shumë e mirë dhe pozitive
jeni shumë konkret në ato që doni të bëni, jeni shumë pozitiv në ato që vë keni dhe është shumë e rëndësishme ekonomia, stabilizimi, marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur, por gjithashtu dhe një moment mjaft ideal, sepse duke pasur parasysh të çdo periudhë që ndodhin fenomenet ose çdo gjë që keni në dorë juve, është puna dhe është ajo karriera juaj që juve niseni një rrugtim drejt së ardhmes tuaj dhe momenteve që vë keni ku është një mundësi shumë e mirë dhe ndikime të mëdha që do të keni tani tutje është koha juaj në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditë të parë, me ujor të 10 ditë të tretë është perfektja dhe mundësitë që juve keni tani tutje. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditë të parë, me ujor të 10 ditë të tretë, me ujor të 10 ditë të tretë është perfektja dhe mundësia që juve keni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për sa i përket gaforeve, gaforet duket se lajmet mira marrin nga koha, nga momenti, nga ndryshimet që ata kanë, por e bisedojnë dhe me rrugtimin e tyre që ata ndikohen shumë për sa i përket karrierës dhe mundësive të arta që kanë. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv mbi konkretizimin e lidhjeve, mbi punën që kanë ata, karrierën që kanë, po dhe momentet të tjera që do të ndikojnë, do të diktojnë në fushën e biznesit. Meqense lidhet me biznesin, ju i keni të gjitha mundësitë dhe kohën e artë për të marrë vendime të rëndësishme, janë vendime për punën, janë për karrierën, edhe për çështjet e tjera që do të keni mundësinë për të zgjidhur gjërat e juaja. Gjithmonë jeni një hap para se çfarë ndodh, gjithmonë dini çfarë kërkoni dhe jeni, dhe momentet janë ata që do t'ju ndihmojnë në lidhje me takime pune, në lidhje me disa ndryshime, pozicionimi i planetit, domethënë që ka të bëjnë koha, momentet, veprimet, vendimet. Po, është koha juaj, është ajo çka keni, është ajo çka jeni në lidhje me ekonominë dhe karrierën tuaj, kurse në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me shiketar janë të para. Do shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa përket luanëve, duket se luanët nga njëra anë kanë zhvillime të reja, kanë mundësi në lidhje me punën e tyre, lidhje me karrierën, sepse lidhet shumë me karrierën dhe me anën tjetër e pozicionimit të planeteve, që do të thotë me marrje vendimesh të rëndësishme në kohën e duhur, një moment mjaft të mirë pozitiv për punën, për ndryshimet të mëdha që vijnë, kohën e artë që juve keni, gjitha me radhë. Këto janë gjëra që vërtet i dedikoheni ekonomisë dhe dashurisë suaj që keni me ujor dhe me dash, por të palidhurit kanë dhe mundësi shumë të mirë për vazhdimsinë që kanë tani tutje, por ditë e sotme na jep që të rishikojmë disa gjëra dhe mos i marrim përsipër shumë gjëra në anën tjetër. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Meqense virgjëresha ka disa ndryshime që mund të bëjnë ose disa çështje që ka të bëjnë në fushën e karrierës, por është momenti më i mirë i mundshëm për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor të 10 ditë të parë, me virgjëresh të 10 ditë të dytë, pra virgjëresh me virgjëresh të 10 ditë të dytë dhe me ujor, është një kohë shumë e përshtatshme për të stabilizuar ekonominë dhe dashurinë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët tani e tutje kanë disa mundësi të arta që vërtet në zhvillim e sipër mose në kohën e duhur kanë mundësinë për të zgjidhur probleme të ndryshme dhe disa mundësi të arta, sepse momentet që janë ose në kohën e duhur gjërat mund të zgjidhen si me buton, do ta thosha unë, për punën dhe për karrierën, por në dashuri duket se me gafore dhe me bricap kanë një lidhje të brendshme shpirtërore, ose më sakt një déjà vu, që do thotë një ndikim të karmës, që do thotë një njohje, dhe duket se ajo njohje është sikur juve e keni jetuar dhe e jetoni përsëri. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë akripi. Me akrepët ka diçka shumë të madhe në fushën e dashurisë, sidomos sepse me dem, me luan kanë ndikime shumë të mëdha. Por në fushën e punës, edhe pse do keni lëvizje, nga një qytet tjetër, nga një qytet tjetër,
kjo do thot mundësi në fakt për ekonominë dhe për punën tuaj, por në anën tjetër ka dhe diçka shumë të madhe, sepse zgjidhet një problem, një ngërë që keni pasur dikur, ky moment është më i mirë i mundshëm tani për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj dhe disa gjërave që do të ndikojnë në fushën e karrierës, do të ndikojnë në fushën e punës suaj dhe është një moment shumë i mirë dhe pozitiv në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të 10 diçit parë, me gafore të 10 diçit të tretë është perfektja. Por gjithsesi, kjo periudhë është mjaft e mirë duke pasur parasysh lidhjet apo vendimet që mund të merrni që do të jenë me dash të 10 diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigetarit. Me shigjetarët të duket se tani ka një kuptim në lidhje me jetën, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur, është një mundësi shumë e mirë se dhe si periudhë, por dhe si kohë është mjaft e mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje dhe është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me punën për të stabilizuar gjithçka dëshironi në këtë muaj dhjetor dhe në këtë ditë kaq të rëndësishme që është data 17. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me dem duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapit. Për bricapët duket se tani e tutje jo se ka një diçka për të shqetësuar, por ka diçka që për të gëzuar për juve që e bricapit, sepse në lidhje me punën, edhe pse disa gjëra që janë të vështira dhe mundoni shumë që t'jeni korrekt me njerëzit, t'jeni korrekt me ekonominë, t'jeni korrekt me gjërat që do të vinë, por është një moment shumë i mirë dhe stabilizues për sa i përket ekonomisë, për sa i përket asaj çka jeni, asaj çka keni të bëni, sepse puna tregon që jeni me fat në ekonomi, jeni me fat në vazhdimsi të punës suaj, të korrektësisë suaj dhe jo vetëm në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash të 10 diçit të parë, me peshore të 10 diçit të tretë që është perfektja, por një nga mundësitë më të arta që juve keni është me gafore të 10 diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Me ujorët duket se tani në këtë periudhë ujorët kanë mjaft ndikime, ndryshime, mundësi të arta në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin, vendime që mund të merrni në kohën e duhur dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për të bërë zgjidhjen e duhur në anën e biznesit dhe të karrierës. Në lidhje me disa çështje që keni pasur, disa problematika do të thosha unë, ujorët e kanë pasur këtë, se janë munduar shumë, por të tjerët e kanë abuzuar, por jo se për fajin tuaj, por meqense juve keni mundësinë për ta zgjidhur këtë problem, le të shikoni çfarë do të bëni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me shigjetar dhe me gafore duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqive. Për peshqit duket se tani nuk diskutohet se ka ardhur momenti dhe koha për të bërë zgjidhjen e duhur në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me kuptimin e jetës, të momenteve që juve keni, sepse është një mundësi shumë e mirë, është një kohë mjaft pozitive, është një kohë që vërtet keni mundësinë e artë për zgjidhur problematikat, mundësinë e artë për zgjidhur çështjet e punës dhe të karrierës, dhe pse jo, është një mundësi shumë e mirë për sa i përket punës dhe çështjeve të karrierës në lidhje me disa ndryshime mjaft të mëdha që do të keni. Në lidhje me dashurinë, duket se me virgjëresh të 10 diçit parë është perfekte dhe me binjak pse jo, keni një moment të artë. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 17 dhjetor të 2025. Nëse doni parashikime të detajuara, kemi pikërisht faqen astrologu.al, faqja ros, dhe atje mund të gjeni çdo gjë ju intereson dhe duke bler paketën tuaj, shkoni tek sekretaria dhe atje jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që jemi drejt për së drejt me juve dhe doni të dërgoni mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas duke e klikuar jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen. Nga unë Rupulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë.